كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى ما دارت القمران أما بعد فالندریمت dhe lavdrimet përkasin vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok. Paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rruga e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë me thelësi e zemrës që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalle shanhu. Dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi dhe dërguar Allahu xhalle shanhu. Allahu madhruar thot në librin e tij: innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Dërguar Allahu xhalle shanhu kur arriti në Medina, ai për të bashkuar njerëzit Mekka dhe Medina, pse të dy janë nga mentaliteti i ndryshëm, nga vendi të ndryshëm edhe zanat të ndryshëm. Atëherë, dërguar Allahu xhalle shanhu kur ka bërë vëllazëri, themeli ka lënë në këtë gjë: innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet njerëzit që kanë besuar tek Allahu xhalle shanhu dhe në profetin e tij, ato janë vëllezër njëri me tjetrin. Edhe me këtë dërguar Allahu xhalle shanhu kur ka bashkuar, tregojnë shokët profet alayhis salam, kur dërguar Allahu xhalle shanhu ka dhënë dora dy persona që ti e ka ditë sot i vëllai filanit, Allahu xhalle shanhu ka futur dashuria më shumë nga ato vëllezër që ishin real vëllezër, kanë një prindër. Edhe ne gjuma kaluar kemi treguar disa shembull. Nga një është Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ai është nga Mekka, është nga fisi Quraysh, edhe nga njerëzit që kanë pranuar Islam dita e parë me thirrjen e Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dërguar Allahu xhalle shanhu atë ka bërë shok ose vëllai me Saad ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Saad ibn Rabi' thot kur ka bërë vëllazëri mes me edhe mes Abdurrahman ibn Auf, unë mora i shpinë e tim Abdurrahman ibn Aufin, edhe kam thënë: o vëllai, unë jam nga gjithë ansarët, më i pasur nga gjithë ansarët në Medina. Edhe shife hajde baqët e mia, edhe gjitha baqët që janë shife njerë dhe ndajemi gjysmë me gjysmë njëri me tjetër. Mendoni vëllezër, dërguar Allahu xhalle shanhu me sa mentaliteti i mi njëri me tjetër kishte reguluar, edhe si vëllazëri që Abdurrahman ibn Auf ka thënë: Allahu ta jep bereqet në pasurjen ti, në familjen tënë, ti mua të rego vetëm rruga pazari. Kalohet koha, pas disa ditë dërguar Allahu xhalle shanhu ka parë në fitur Abdurrahman ibn Auf shenjë të martesës, parfum ndryshëm. Edhe kur ka pyetur dërguar Allahu xhalle shanhu: Abdurrahman, çfarë ke? A është ndryshuar pak jeta? Po, dërguar Allahu xhalle shanhu, martova me një vajzë ansarit, domethënë ka vendali. Tha dërguar Allahu xhalle shanhu: si martove? Domethënë ti erdhe me duar të bosh, edhe ti nuk morë xhaga vëllai jot që kishte paraqitur pasuria e tij. Tha dërguar Allahu xhalle shanhu: vëllai, unë thash atij që ma trego rruga pazarit, edhe fillova duke shitur djath. Edhe fitova aq lek sa ka ardhur si një fara hurmës florinë dorën tim, edhe me këtë mehri martova me një vajzë ansar. Atë dërguar Allahu xhalle shanhu ka bërë dua dhe ka thënë: bëj dreka e dashmës vëllezër, kjo është sunnet që bëhet nga ana dhe ndri, edhe nuk merret leka. Si të ne marrim leka na kur bëm dreka japim, një është jep vullnetarisht dikush dhurata martesës, një është ne kemi detyruar sikur kemi bërë ashtu tradit si detyrë, kjo nuk ka. Edhe dërguar Allahu xhalle shanhu ka thënë: aulim walau bi shatin, bëj dreka e martesës, edhe pse në qoftë se nuk ke mundësi minimum therë një dhi.
ashtu dërgo Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ka bërë drejt. Dhe kalon koha plezër. Kalon koha, vin koha Umar radhiyallahu anhu. Kush është vllai i tij? Tregova tani. Ai ka thënë unë jam më i pasuri njerëzit Madinës. Edhe hajde vllai im shife të baqet e mia, ndajemi gjysmë. Po Abdurrahman ibn Auf nuk mori gjë. Filoi. Erdhi dita koha Umar radhiyallahu anhu, edhe ai ishte viti i thatë. Dhe gjithë Madina Umar radhiyallahu anhu kishte lënë emergency, urgjenca. Nuk kishte ligjet. Kuptimi është sa nëse dikush vjedh në këtë koha nuk preret dora. Nga që i shkaku që ishte viti i thatë. Njeri çfarë hall ka nuk di pse ka vjedhur. Prandaj Umar radhiyallahu anhu kishte lajmëruar ashtu. Edhe kur vinë në Madina një zurmi i madh, ka dëgjuar njerëzit. Edhe Aisha radhiyallahu anhu ka dëgjuar në dhomën e saj. Edhe pyeti çfarë zurmi është ky? Te ky zurmi është kanë ardhur 400 deve të Abdurrahman ibn Auf nga Egjipt me mall. Edhe kur ka dëgjuar tha Abdurrahmani nuk di që është viti i thatë në ka gjendje ai është duke sjell për tregti atë shumë mall. Edhe këtë fjala Aisha radhiyallahu anha, Aisha gruaja e Allahu xhalesha anhu, nëna e besimtarve, edhe dikush transferon tek Abdurrahman ibn Auf këto fjala. Ai para sa arrin në vendin e vet ato deve lajmëron vinë në xhamia Profeti alayhis salam thot ato gjitha deve që kam sjellur për biznesin tim na ka ardhur lajme nga nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha që është viti i thatë dhe Abdurrahman është duke sjell ashtu. Edhe unë jam duke lajmëruar ato gjitha janë sadaka për gjithë besimtarët për hir të Allahu xhalesha. Kjo ishte aq pasuria i madh Allahu ka dhënë. Shife kush vllai ka bashkuar, dërguar Allahu xhalesha ka bashkuar njëri me tjetër. Dita kur i vdes Abdurrahman ibn Auf me von, pasuria e tij është ndar flori mes familjes të tij dhe mes trashëgimtarët të tij me spata. Ashtë shumë flori ka lënë nga biznesi që ka bërë, tregti që ka bërë Allahu xhalesha ka dhënë bërçet.